Përshëndetje, mishë të dashur, përshëndetje Valentin. Përshëndetje Kika. Besoj se qunat po ecin mirë, hajde ma shpejt qashto. A i beson një logë, gëzim përshëndetje. Përshëndetje Kik, përshëndetje Valentin, përshëndetje Quna. Ju që keni ushtru shumë fitness. Zedja që më doke qunat, aktiv. Mirë, aktiv, që tash kanë fillu mu aktivizu ma shumë. Egzona po duke mirë, duke logë, ha? Ma shpejt. Kalema mikrofonin të Ramadanit, Dan. Qësh më duken? Super, ja priar birë, super. Aja nena? Jebni ma shpejt që u trullava. Super, ka pëlqen. Djali? Super. Ta, shkojnë tretën. Tre, shpejta. Shpejt. Unë ju thamonjë, as të sot tjetër së zoni me ngu. Pa thonone. Hajde shpejt, se shkanë. Mos e prekni. Mos e vazhdo shpejt. Nuk o shpejt. Shpejt. Ja, sa shpejt. Uno! Asnja. Ja, pret. Kja hunç ma shumë. Jo, Mustafa. Qo për thënë? Ja, ky ishte ullë më mirë. Pret, largoni tash, largoni ju dhe? Jo, Elmedini ishte. Edhe ti largoni, reja tjetër. Jo, Elmedini. Mara pa gjeles. Ishte Elmedini. Mara pa gjeles. S'po dërnoj, halja. Mara pa gjeles. Elmedini. Qau? Me E as hile. dhe shkoni e zuni e Valentin ma se luj qunin. Shtyë manin, ha? Gjeli dhe, do shkojnë vetëm një hap ma mrapa me uqe. Pa tjetër. Tashi, kjo do tjetë për ty edhe për Zeshkanin, kjo do tjetë për ty edhe për Liridonin. Vazhdojmë siljet. Që një sirë. Ju dy të? Ju dy të këto? Ose të kuptu, gzem, shko të Zeshkani, vla, lijat ka rikë. Ku shok gzimi edhe? Ju di këtu. Hajde. 3, 2, po shihet, hajde shkojmë. Mos e prek një karrike. Mos e prek një ullësen. Që i du Musab? O gjithë. A ju ka pëlqy si emision? Pëlqen si emision. Vazhdoni. Edhe a më Ma ndonë që gjallë pak, emisionet tila i Gjia të duhen pura pak rinjeni të shku. Hajde shpejt, Zeshkan, shpejt. A të pëlqej Dan ty si emision? Shumë ka përqy që ke emocion. Shumë për stejmë ka përqy. Ty a të pëlqen si emision? Po më ka pëlqy shumë, faleminderit për ideje shumë që më ke për... Egzana a të pëlqen si emision? Ne na mësume emisione na. Ne na rrit sana. Bravo. Cilla. Ai ke vde, o qara pjarani da. Ai ke vde, o qara pjarani. E kanë qonë lijetë. Titus jam këta dët, adi nga për meje, shko ullu një pozicion. Shka ullu, bete. Ka shtit, ja, se shka, i këthem kamerë të qyru. Ka shtit kamerë të sot. Regjia ma konfirmoni nga ana e regjis, a është zërzua, po jo, ju të dët ullu, ne? Ti ullu jere, ullu. Ta shumë nga ana e regjis, a ka ndohë gabim me këtëne, konfirmim nga ana e regjis. Regjia... Jo. Nuk e ka prej. Vazhdojmë. Fajn, tashe sfida është mes Liridonit dhe Zeshkanit, hiqet një ullëse, hiq këta ullëse, a Liridonit dhe Zeshkan e keni përfon sfidën? Mos e le ati, e ka Shko ullën ven? Vene ati ke e shilja. Atëherë, ju të dy të keni si sfid, po, me cilë me keni. Hajde. Shkojmë me 5, 4, 3, 2, 1. Se prekni me dorë. Hajde, shpejt. Hajde, mos e prek me dorë, mos e prek. Ma shpejt. Egzat, qësh për do këtë ciloj? U valojmë për përqemu, së rëzishme. Valentina, a kështë mujë më cilë ti e pëshalë shu? Ja, unë e ti, ja, s'bana dhe. Nuk bane ti. Se pa, o gzim. Hajde, ullu! Se pa, re. Zeshkani në zoni. Bravo Zeshkan. Bravo Zeshkan. Ti që ka rikë Zeshkan? Bravo këndështore e maj forti.
Hajde këtu afër neve. Po. A ma është një mikrofon? Për mas mi është mikrofoni. Mes. Ndirit. Andit Valentin. Asgjë. Tashi, unë po largora pak që në që du më ta dhonë vëmendjen komplet ty në skenë, Valentina ti vendos sa do me qëndrua apo jo? Jo, dhe unë po zbres poshtë. T'ja lem gjithë skenën. Deri do. Unë ti përmendi emrat e kafshëve, ti do të veprosh që shbojnë ato. Sfida, e hupi lojen. Aj që qesh dhe të bënë Valentina. Lopa. Po më jep me kish bre. Bënë sfidën. Mu. Qeni. Magori. Po qysh bën? Gjeli. Kirgo. Majmuni. Bëhet gati Mustafa. Po? Jo, ishe egzoni. Shkoj me Miza. Fali. Pela. Bleta. Shkojmë tutje. Qurani. Apo që e lidetit. Wow. Kajla Mustafa dar. Kajla, kush ka folj? Jam unë këtu. Që të dytë? Egzoni foli, ishte vetëm egzoni. egzoni. Vetëm egzoni. Të drejtëm, vetëm egzoni. Egzoni foli. E konfirmo Vali. Vetëm Ullëni egzoni. atë, ullë, mos bani mos se ju denaj shumë keq. Ullëni, ju denaj me denime që sinqerisht, merem ose për jashtë për emisionit ose me denim. Shka ullë te, Ade Valentin lartë. Arrita. Oke njerës, ta shi kena një debat. Por, debati është mas 10 sekundave. Rikthehemi, e kemi bërë një lëmë, se kemi një loj, një sfidë shumë të bukur sonte në emisionin tonë të dytë, e që nuk ka ndodhur asnjëherë në televizion kjo sfidë. Valentin, shif me vëmendje, ku do shkosh? Por, shif me vëmendje, sfida do i bëjmë gjithë. Do kalosh nga gjela, apo do kalosh nga gëzimi. Unë ta lë ty të zgjedhësh. Po kaloj nga gëzimi. Do shkosh nga gëzimi. Po. Unë do jam me gjela. Pasi që keni Valentinën femën, po ju lojnë juve. Të parët. Epna një vetë fjalë më të mirat për Sali Berishën. Kryeministri më i mirë. Të Me vazhdojmë. mikrofon, po, me një mikrofon. Unë e kam A mikrofonin. keni një mikrofon? A kena na një mikrofon? Okej. Lideri më i mirë i opozitës Po? deri tash. Gjithë nga 10 apo veç nga një person? Gjithë bashkë 10. Okej, lideri më i mirë. Po nga këto që ne me pas do të bëjmë një pyetje për Sali Berishën, okej? Okej. Shkajmë. Ish kryeministri më i mirë që Shqipënia ka pas ndonjëherë. Kryefamiljari që është Shpejt gëzim. jo kryefamiljari, m'fal. Ç'është quhet? Mund t'i them unë kika. Po? Atëherë Sali Berisha, lider, është zgjedhur në Unionin Evropian tani si lideri demokrat më i suksesshëm në 2026-ën, është themeluesi i Partisë Demokratike, ka përmbysur bustin e Enver Hoxhës, është një nga një nga demokratët më të devotshëm edhe më i preferuar i popullit shqiptar. Nuk ka dalë asnjë ta sfidoj Sali Berishën, e duam shumë edhe respekte. Është një familjar i devotshëm, familjen e ka primare. Okej. Respekt për familjen Berisha. Pyetja ime është për juve. Me qoftë se nuk e dini, ne do vendosim një dënim bashkarisht.
dhe do vendosim dënimin njëri nga këta. Duke përfshi edhe Gëzilën dhe Valentinën. Njëjtën gjë do e bëjmë tamas neve. Edhe njëjtën gjallën e me ju. Pa tjetër. Okej. Pyetja është, në cilin vit Sali Berisha është bërë kryetar i Partisë Demokratike të Shqipërisë? Sali Berisha është gjellë kryetar për herë të parë në vitin me njerë pas themelimit të Partisë Demokratike të Shqipërisë. Informacion shtesë, Partia Demokratike e Shqipërisë është themeluar në 10 dhjetor të cilit vit? 1990-ën. Një duar përkitje. Bravo. Mos Pyetja, na preket doktor Sali Berisha. pyetja juaj për neve. T'ju zbuloj një gjë për Sali Berishën? Pyetja juaj për neve. Me që kemi Pyetja që duam Ja, të bëjmë Valentina, juve. ti lem nostalgjit politike anash. okej. Dhe u të lutëm në emision. Okej. Një pyetje për neve. Atëherë pyetja jonë është Cilin vit? Cilin Jo, jo, vit? na Jo, jepni jo. një imazh jarë. Se atëherë ne do të bëni pyetje, edhe gjut konceptin e pyetjes. Ju foli për Sali Berishën, ne ju bënim një pyetje për Sali Berishën. atëherë Tash ne na japni një imazh dhe ne flasim për atë imazh dhe na bëni pyetje. Okej. për Grida Dumën. Qa gritet du me thu... Po, atë duam. Valentin, prit se Pse? ja kam gjeti pyetje të mirë tashte. Një pyetje për jo. Sa vite karrierë ka Valon Maloki? Valon Maloku është një prezantues i mirë. Ka arritur që të krijoj emisionet e para të tij, duke filluar në Radio Gjakov para 25 viteve. Në Radio Gjakov ka filluar me emisionet e para të mbrëmjes. Është krijuar më pas në emisionet të cilat i ka realizuar Prallë me Tupan. Njëri ndër bashkëpunëtorët e parë në Kosovë të producentës Vera Grabocka dhe Ardi Gjebres. Ka arrit brenda tij të ketë afro 2000 të ftuar në për spektaklet televizive, në për emisionet e veta, siç kanë qenë Prallë me Tupan, në 4 studio tona apo në 4 transmetime televizive, të cilat na i kemi realizu, duke vazhduar kështu me një muzikant shumë i mirë, një njohës i mirë i violinës, me të cilën me falë violina ka qenë pasioni ti dhe mbetet duke qenë pasioni ti. Një babaj mrekullueshëm, gjyshi mrekullueshëm, emisionet e tij janë Prallë me Tupan, Vala Malasho, pjesë e It's My Love It, pjesë e It's My Home It, duke qenë më ashtu edhe tek Oda Malokve tash së fundi, por videokasetat e tij të prodhuara në vitin 1995 dhe në 2001 kanë qenë videokasetat me Çumidjen. Valon Maloku, historinë e tij e përmbyll me 33 vite karrierë. Bravo. Pyetja jonë, në qoftë se nuk e dini, është shumë e veçantë, shumë e mirë. Skender Hyseni, politikan i njohur, pjesëmarrës në bisedimet tona në Rambuje, në qoftë se nuk e dini Skender Hysenin, do flasni për legjendën e gjallë të politikës shqipe, Ali Ahmetin. Zgjidhni për këtë do flisni. Ali Ahmetin. Okej. Folba? Jo, nuk është se kam shumë njohje. Që ka bu Ali Ahmeti, kush është Ali Ahmeti, se për shembull, se s'do të flas, po nejse. Okej, më fal, unë personalisht nuk e njoh për shembull, edhe nuk vetë si emër i njoh të dy, kur nuk kam hyrë në rrjetet sociale që Nuk kemi njohuri për këto. Nuk kemi njohuri për këto. Po, Ali Ahmeti është lideri i shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Është personi që ka quajtur Skënderbeun në Shkup. Është personi që gjua shqipe së flitet në Maqedoni. Ali Ahmeti është lideri politik shqiptar me karrierën më të begatshme politike në Republikën e Kosovë, Shqipëri dhe atë Maqedoni. Okej, po ja jap një emër tjetër të Shqipërisë. Është i vdekur. Ka krijuar mediat më të fuqishme në Ballkan. Na flisni për Tan Hoxhën. Po flasun. Po. Tan Hoxha është themeluesi i Top Channel, krijoi Top Channel, televizionin më suksesshëm në Shqipëri.
Tan Hoxha është një familjar shumë i mirë, edhe pse ka ndruar jetë, na vjen shumë keq. Ka ndruar jetë sipas asaj që unë kam dëgjuar në atë kohë, se nuk kam qenë në Shqipëri nga një aksident, edhe kështu është themelusi Top Channel, pronari Top Channel, dhe ka 2 vajzat mrekullueshme, Sarën edhe atë tjetrën se harrova emrin. 2 vajzat e tij që kryesojnë Sarën edhe Lorin. Po, Sara dhe Lorin që vazhdojnë në rrugën e babait të tyre. Janë edhe 2 dritare, 3 dritare tjera që ka krijuar Tan Hoxha. Kush janë ato dritare? Cilat janë ato biznese? Atëherë unë e di që merret. Të ndihmojmë ne. Po. Top Albania radio më mirë në Shqipëri. Tjetër, edhe 2 tjera. Big Brother. Ja, biznese. Aha, biznese. Top News. Top News është Top Channel, gjithë e din. Okej. Top News dhe Top Albania Radio. Ikën 2. Gjeni edhe 2 tjera. Më në gjel. Çfarë pyetje të letë? Edhe Digitalbin? Edhe një e fundit? Shumë e letë. Pa ato s'mundeni. Se cili për juve e nuhat biznesin e ta mbrama çdo ditë. Ka një aromë në kullushëm ai biznes. Unë edhe gëzoni par dje këna nuhat bashkë me gëzimin para një jave me ty gati çdo ditë. Rrjetet celulare. Ja. Ja. Nuk nuhat të rrjetet celulare. Po tani. Apo me... Zviner. Parfum. Ja. Biznesi është në emër të njërës vajzë. Që është Lori Kafe. Lori Kafe. Bravo. Po, dita. S'na mujtë Është një nga themelusit të parë i Lori Kafes. Edhe përpara shumë vitesh, Lori Kafe ka pas shumë sfida që kur e mirënim, kur kam qenë i vogël e Bërani një pyetje. Okej. Parësisht që s'le ta marrë rafin pa hajtë. Edhe pse s'do doja të ta bëja pyetjen, po ta bëj për fol për Edi Ramën. Edi Rama. Pse duhet përgjigjesh vetë ti, Kik? Edhe këto tjerë, sepse ti di krejta. Hajde. Edi Rama njeri ma i poshtër në Shqiptari. Edi Rama nuk përshtatët si kryetar i Shqipënijës. Sali Berisha po ashtu nuk ka ma i mirë, por në Balkani Shqiptarizëm gjithmonë. Bravo. Edi Rama, gjithë është mendimi gjenës. A i foli për Edi Ramën, ty të bëj një pyetje tjetër. Edi Rama është ministri i parë i kulturës, rinisë dhe sporteve në qeverinë e Pandeli Majkos, duke vazhduar ashtu të Fatos Nanos. Edi Rama ka qenë kryetari i Tiranës për plot 4 mandate në historinë e Shqipërisë. Edi Rama me profesion është një piktor i mrekullueshëm. Edi Rama përveç pikturës e njeh shumë futbollin, edhe sot është një pasionant i tepërt i futbollit, duke ditur që palestra e tij sportive shpesh është e mërkura në vendin e tij të preferuar, në lagjen më të mirë, Bllok. Edi Rama, çfarë pyetje kena na për Edi Rama? Cila është pyetja juve që na ju japim sfidën? Pyetja që... Çfarë viti e ka marrë qeverisjen Edi Rama? Edi Rama e ka marrë qeverisjen në vitin 2014, kur mposhti Sali Berishën dhe arriti që t'jetë kryetari apo kryetari i qeverisë, kryeministri i shtetit. A jemi saktë? Se kam mirë iden që është Cili vit, po ti po pyetjet pa ja ditë vitin. Cili është... Sa mandate ka marrë? Mandati 4, pyetje tjetër për Edi Rama. Jo, mandati 3. Mandati 4. Nga 2012 deri tani, Cili është viti që Edi Rama ka lënë pikturën? Edi Rama asje nuk e ka lënë pikturën, Edi Rama vazhdon me pikturën, bilës në zyrën e tij të re, ai ka paraqit para një javë shifrin në Instagram pikturën më të vogël të tij, e cila e ka thirrë socialistët. Pyetje tjetër? Një pyetje kam, kush është
ti nuk duhet të flasësh, kam qef me pyet kolegët tuaj, kush është zëvendës ministre shqiptarëve në Shqipëri? Si zëvendës ministra? Zëvendës ministre, Jo, kush është? zëvendës ministra janë mbi 100 qeverinë e shtetit. Po, në Shqipëri kush është një Po, zëvendës që- ministre një- kemi? Jo, Zëvendës kryeministre, më fal. Zëvendës Kjo kryeministre. është pak që është, apo? Më fal. Është kjo është pak. Për momentin që po kërkosh ka Po, kimi më saj. fal, unë du me pyet këto. Hajde kush është? Albin Baba. Albin Boba, Albin Kurdi. Se jemi në Shqipëri, jo në Kosovë. Po ne atë njohim këtu maj, nuk njohim në Shqipëri. A në gjoftë të ti Ali Ahmetin, së në gjoftë, asu se një Shqipëria. Ane pra po e bëj një Më pyetje vjen në shumë Kosovë. keq. Po e bëj një pyetje në Kosovë me që njihni në Kosovë. Me që e doni në Kosovë. Pse mendoni ju që Albini është i denjë për shqiptarët e Kosovës? Edhe për shtetin e Kosovës? Po i vao sepse punon. Çfarë të mira është keni pa ju nga Çdo gjë të Albini? mirë kemi nga Albin Boba. Ajo është në një ndër kryeministra. Një nga ato të mirat është që po na çon rrymën dy fish. E çon vllai se është i Zotit, është punëtor. Punon në vend vet. Po ti është mirë që ta çosh rrymën? S'ka lidhje. Kena buxhet, Amin, pa rrymë dhe rrymë. Shteti Kosovës. Tim piqen e ke bon jashtë teme. Ja, po, me që doni pyetje për Se e Kosovë. qonë rrimën. Rrima nuk vjen pi Kosove, vjen pi Austrije, vjen pi Okej, me që doni Macedonie. për Kosovën, ju e them unë. Kush e ka kiksin e Kosovës, në cili vit është shit nga shteti Kosovës turkut? A di çfarë është kiksi ajo i energjisë? Jo kiksi. Kik, po. Kush është, cili vit është shit? Korporata energjetike e Kosovës. 1984. Ja. Sa vllai. O, e sakta, që atëherit. Gjera nuk kemi pa më. Kur, hajde, që ka ma ti, kur? Qyshmër që viti, 1984. 2001 e ka shit Hashim Thaçi. Po, leja shim thaqin, Po, ai e ka shit. Turki kur e ka shit ti thave. Po jo Turki, thash kush e ka cili vit është shit nga Kosova turkut. Po ti tha Turki. Po pra turkut që ja kanë shit turkut. 1984. Sepse për një vit ja kanë shit edhe cili është çmimi që është shit. A, që A ta dini, shim, me që po flisni për politik, A, që çmimi di që sa pari është kam shit, është shit konto une, 23.000 sa ka euro. shit ai. Çmimi është që është i shitëm 23.000 euro nga ish kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Edhe për mrena një viti tjetër turku ja ka vë vlerën direkt 24.000 euro. Për 1.000 euro kur gjon? Për nuk bot 1.000 euro me se 3 ka euro, shit po i thuhet 23.000, e ka 24 shit tani. Hashim Thaçi 23.000 euro. Atë? Ma disa 23.000 euro. 23 miliard euro që të se 23.000 euro. 23.000 euro mi bojnë patika, 23.000 euro me 3 euro. Pa e kam... Po, gëzim, unë e 15.000 euro si në gjirin e qafës e kam. Pse se ki blik kekin ti? Po dhe unë e kësha bre filmën më një rem me pas tam. Po do të kështë ble. Mena një viti, ai ka ngajt shumë turku për shumë pjesën e energjisë. Okej, një pyetje aty mbrapa. Më thanë që di me këtu turqi është? Turqe. Pak e shumë. Hare këtu për para del pak çfarë kështu? Bëru, keni me votim, a? Me votim me keni. Këta e sfidon ai djali atje. Hajde. Bravo. Ordurdum altız yazsamı yollama. Tembelsen ve senedim korklama. Çok zor anam beni kaydım korklama. Emre beni şahsı bir kolur. Ordurdum altız yazsamı yollama. Tembelsen ve senedim Şafkatçı. korklama. Çok zor anam beni kaydım korklama. Beni şahsı bir Po që ata lama kulur. Allah se nështë ta i tu më shau në i senës për di këtë më thonë. Okej, ri aty, ano Re ati, ullu e këtu. këtë orën pishe për si në kasë vjenë. Hajde djali, aja po. Po. Ço ky Allah zel. vakush. Hajde Abi, këtu me mikrofon. ço ky zel abi. Merë ço ky zel. mikrofonin. Qëtë güzel. Hajde, Atë që të thash shumë. një kong. Hajde babu. Ka publiku, hajde. Kalle. E nota sodit edhe kofte gëzune.
Ta që ardho kiko me nejt bashk me muem E nata sot dit edhe koft e gzune Ta që ardho o me nejt me muem Bravo! Riktu, ullë atë. Po sa që edhe unë ki i di me kënu? Okej. Liridon, den s'kjen. Liridoni ka me sfidu? Në gjejlëm. Emrin? Elmedini. Hajde. Kena Dhe gjëgjojmë, hajde shkoj. Shkoma ne, ka kamerat? Po, ka kamerat, me kënu. Lepi meja, shkojmë. Hajde. Që tonë vajtu të që banë. Okej, shkojmë. Jetë e hidhur pas ka qenë me jetu në pa ty Dy zemra që u deshten jenë largu e kur s'jenë këthy Sa vështirë kjo jetë me u dashte mos me kon I malkov zoti për jetë ata që na kanë da Ti kur nuk je këthy je largu për jetë Të kërkoj ku je atu ku je tret Unë a kejtë kërrima. Forca. Hajde në të më fajtë, po nuk mujtë më duru. Jemi mirë. Hajde, Elmedin. Elmedini. Elmedin për gjelara që një. Dikur kam pas një lumturi me ty një dashuri Unë jerë se gëzova një pranver Letë dhe sneket behar Pini shok themi Leti gjenësi, leta zjar Ska më dashuri Leti gjenësi, letra zjar Pini shok themi Ah, leti gjem në zjar Ska më dashuri Bravo, hajde Elmedin, ullë këto. Ullë këto. Zeshkani, të lutëm Zeshkan? Mirë. E prishë sa. Sa hoti 30 mijë. Okej, ullë. Shkoj sa hoti 30 mijë. Hajde, ka publiki. Qka me kënu Hajde, di kokë çfarë du t'ashtia. Putja. Të kala lish. Të kala një gjan Ane. A e din sa shumë të dua A e din Zeshkani ka me mujtë, ullë Zeshkan ka me mujtë e gzoni. Opa. Kundra e gzonit, po Zeshkan? Hajde? Po? Shumë të dua ty Pse ma pën këta Veti u lërgove Për mua s'pëndove Shumë të dua ty Pse ma pën këta Veti u lërgove Për mua s'pëndove Mos Pse bashkon dashuria I ti Pa të s'poteri Hajde Gzan. Te Gzan, në shana jonë. Që Zeshkan, ti Mustaf mikrofonin? Një kongë dashje me ka kamerat, lutëm, sepse kemi një sfit bashkë. E këtë dorën për gjejtë. Hajde. Wa e din sa shumë të dua A e din Unë ta pala zemën Hajde, po, duhet një fjallë, duhet. Hajde. Ullo mirë ti këto të veni. Hajde.
Hajde mikrofonin. Ne e kanë këndashnik dita Sa ka kamera? Në arë pravera boj, qërin qarqia boj, të rritu me ndu. Gjela i pare, ale gjen? Jo, e ka gjela mikrofon, e ka. A me kësia? E ka, me këtu. Ale gjen, ullë, e ka mikrofonin aj. E ka mikrofon, apo do të mikrofonin këndi. Ullë, këtu. No, më le. Qa po doni me kënu, talavahi, po qarë doni? Kur jam kanë një vëkta i ri, bësha push, o bësha lëtim, sërëshin në shak, o hajderim, o ajerion. Gzimi? Baba Gzimi gjithë, hajde, i fjallë, do bëjmë dhëtë Valentina. Ore, Baba, i fjallë Gzimi, hajde. Mëse unë sfidën. Qëto jam mirë, Hajde. Të kalali shpirt, të kalali gjan, të kalali zëmër, të kalali shpirt. Tash i meq, për me mbyll, o nuk zem, mikrofonat i kanë, e pja mikrofon e gzonit, e një mikrofon djallin me të kuqa. Do shkojmë, dhe gjënë me vëmendje. Po nuk e ditën, dënimi vlen për gjithve. Po e ditën, s'keni dënim. 3, 2, 1. Vetëm më thetë Dua, e tash nuk me harrua, e tash nuk me harrua, mua me harrove, tjetrin dashurove, tjetrin dashurove. Kur piqet Qërshia, e kujdoj lote mia, e kujdoj lote mia. Drastëve Ku do kull shpoqare, qarën si zeza o për jarane, e qarën si zeza o për jarane. Aj ngrosh të modhe, Fret prizreni mori shkoder, ajde trimse te komoder, dur si dhe nanen, se na kështu e gzojna nanen, unë thras peje dhe zhakov, drejnit lape dhe rukov, vjen Gjelani e Prishtina, Kareka e Veklina. Për sheshongra, O me speca djekse, speca djekse. Na meq, dhe na mjë thonë bashkë, mirë ta kofshim të mërkurën, e ju, po, Gjela? a ka mundësi ta përshëndes shokin tim, Gjeladin Gashin nga Zvicra, edhe i thom punë të Ale, mbarë, masi filloj Gjela, është nga ka qaj Gjakova. përshëndetja. Ale. Unë e përshëndes një shok timin nga Ferizaj, këngëtarin Mali Tërziun, këngëtarin ndër më të mirit në Ferizaj është. Përshëndetje Mali. Unë me përshëndetet mungjet kam babalokin. Simi, we love you. Okej, tjetëri? Ska. Përshëndet atë show, që e ke pasë. Pikë spori përshëndet familjen e Hermaspori, që më përkro familja, tani pikë dytë janë për Malishevën. Për Malishevën, Edhe okej? rrisët e Malishevës. Arrove. Edhe unë e përshëndes familjen teme, më shumë ti e përshëndes babin. E faleminderit për çdo sen. Respekt. Edhe unë e përshëndes më shumë të babin, mamin, edhe respekt. Unë i përshëndes gjithë në TikTok, po pjo përshëndes aspejt. Ramadan Berisha, big respect për ti. Dramatari kur ja them, na e kujtoj që më përshëndet ata. Unë e përshëndes këtë publika që pra ushqyrë qëto, pra e përshëndes. Bravo. Gzem? Unë më së pare përshëndes publikun,
që është të na këshyrë në çdo moment, edhe mos dyti përshëndes gruan time, që e kam si shpirt, edhe i e falenderoj shumë që si në të mirë si me të keq është me mu, edhe sfidët që jena të hek bashkë. Valentin? Atëherë, unë dua të përshëndes ty, Kika, që mundësën këtë program kaq të bukur dhe gjithë teleshikuesit që po na ndjekin. E ne miqtë të dashur, du një përshëndet gjithë juve edhe më thonë, na ndeshni, shifimi nesër mbrëma. Na ndiqni.